Do t'i përmendim 4 çelësa të lumturisë që njeriu me këto çelësa e ndërton lumturinë e tij në këtë dynja. I pari çelës që njeriu ja bën le jetën të lumtur, që ja lumturon jetën, apo që është prej bazave dhe themelit të lumturisë, është namazi. Është namazi. Namazi jo vetëm që është çelës i lumturisë, por namazi është edhe shtylla e Islamit. Namazi jo vetëm që është çelës i lumturisë, po është baza e imanit. Namazi jo vetëm që është çelës i lumturisë, po është edhe gjithçka që njeriu ka nevojë. Vëllezër të nderuam, pra nuk do të flasmi për rëndësinë, vlerën e namazit, nga se kemi folë dhe ke përmend dhe nuk ka këtu diskutim. Mirë po, Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wa aqibatun lil-taqwa." Për thot Allah subhanahu wa taala, dhe urdhmoj familjen tënde në namaz, wastabir, dhe çka, dhe bon sabër. Ne, thot Allahu Azza wa Jall, nuk kërkojmë për juve që ju të kujdesni për riskun ne ja u çojmë juve. Pra shiko Allahu Azza wa Jall çka kërkon prej neve. Kërkon që ne pasi që e falmi namazin, çka t'i urdhnojmë familjen tonë ta falim namazin dhe bëjni sabër. Pse? Pasi që Allahu Azza wa Jall thot namazin falja, pastaj çka kërkon prej neve, dhe bëjni sabër, po duhet sabër. Për mi fal 5 vakët namaz do të kesh sabër, do të kesh dorim. Do të kesh sabër që në mëngjes kur të qohësh, të marrësh abdes dhe të falësh. Do të kesh sabër që pastaj në drejt të falësh. Do të kesh sabër që ti në kindi, akşam dhe jaci që ti çesh këto urdhna të Allahut Azza wa Jall në vend. Dhe pastaj thot, ne nuk kërkojmë për juve diçka, dhe ne thot riskun ja u garantojmë juve. Po vllai dashur, ne për namazin nuk kujdesmi shumë, nuk e kemi dert shumë, mo për riskun e kemi shumë gale. Për këtë që Allahu Azza wa Jall na ka garantu, për këtë që Allahu Azza wa Jall shumë herë në Kur'an na ka garantu, për këtë e kena gale dhe për këtë luftojmë dhe për këtë sakrifikojmë. Mirë po, a e ki dert se ti a je nga shpëtimtarët, a e ki dert se ti a je nga banorët e xhenetit, a e ki dert ti se si do të jetë jeta e jote në varr? Këtë dert nuk e ki ti, po ti e ki dertin e riskut vetëm. Dhe përpos që nuk të dalin 8 orë dhe 10 orë, merr dhe një punë tjetër. Përpos që kjo nuk të asoj, mundohesh edhe sende tjera, biznese tjera dhe shumë tjera, a kupton se ti këta e ke frikë. Për këtë Allahu Azza wa Jall na ka garantu edhe risku, vëllezër të nderuar, është 3 lloje. Riskun e gojës, Allahu ka me ta çu te shtëpia dhe nëse nuk punon. Plot njerëz kanë mundësi me punu, po Allahu ja çon nëpërmjet njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të tjera. Dhe risku i ditës që ti dush me shku te ai. Atë sa sakrifikon, atë sa i merr shkaqet, aq do të fitosh. Dhe risku i tretë është që vjen te ti pa e prit. Dhe pa e merituar ndoshta ose pak sakrifiku. Pra kjo është puna e riskit dhe për këtë Allahu Azza wa Jall thot ne këtë ja kemi garantu juve, ju mos e keni dert dhe gajle për këtë. Pastaj po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Pra Allahu Azza wa Jall po ashtu na thot namazi është ai i cili tenha, ndalon prej të këqijave, ndalon prej të këqijave dhe prej zullumeve. Pra namazi është që të ndalon prej këtyre. Pra kush ta prish jetën? Kush ta bën jetën jo të lumtur? Problemet apo, këqijat apo. Momentin që ti e bën një gjëna, ti je i drejtë dhe ti je i sinqert dhe thuja vetes, momentin që ti ke bën gjuna Allahut Azza wa Jall, apo e ke bën një mëkat, apo e ke bën një krim, apo e ke bën një zullum, apo e ke bën një padrejti, ti si rahat, ti si i lumtur. Edhe pse ndoshta nuk ka pa kërkush, edhe pse ndoshta s'mundet me to akmar dikush, edhe pse ndoshta nuk asoj, po ti në zemrën tënde nuk je rahat. Ti ki diçka në zemrën tënde, kur dikujt i ke bë keq, edhe nëse i ke bë Allahut, nëse i ke bë dikujt, ti do të thonë çka momentin që i bën faksha, bën keq dhe bën të ndaluar, ti si je i lumtur, ti si je rahat. E Allahu Azza wa Jall namazi është ai i cili ti të ndalon nga e keqja dhe nga padrejtia apo nga gjunahi. Pra çka që namazi qenë ka çelës
prej çelëseve të lumturisë. Pra, fale namazin, kujdesu për namazin, e ke marrë një çelës të lumturisë tënde në këtë dunja. E dita është respektimi i prindve. E dita është respektimi, çelësi i ditë i lumturisë në këtë dunja është respektimi i prindve. A thu pse ulemat dietarët e kanë përmend respektimin e prindërve? Allah i dashur, lumturia e jetës lidhet me familjen. Lumturia e jetës ndërtohet me familjen. Nëse ti nuk kujdesesh për prind e tu, nëse ti nuk sakrifikon dhe nuk e jep mundin që ti ata t'i bësh të lumtur, si ka mundësi që ti t'jesh i lumtur? Si ka mundësi që ti të t'prinë lumturia? Si ka mundësi që ti t'jesh rahat? Si ka mundësi që ti t'jesh i gëzuar kur baba jot apo nana jot bën uf? Kur baba jot apo nana jote apo zemra i djegët? Kur nana jote apo babi jot hek për diçka? Si ka mundësi ti në shtëpinë tënde që e ki me luks, në shtëpinë tënde që je me vlat, në shtëpinë tënde që e ki me plot mira, mundesh me kanë rahat? Si ka mundësi? Logjikisht mos tim flasmi për shumë argumente dhe shumë ajete dhe shumë hadithe. Si ka mundësi që ti në atë luks dhe në atë komoditet ti jesh i lumtur kur baba jote dhe nëna jote hek për diçka? A ka mundësi logjikisht kjo të ndodhë? Pra, respekti, kujdesi për prindët është prej çelësave të lumturisë kësaj dunjaje. Mos e harroni o ju të ri, mos e harroni o ju të cilët keni prind, se lumturia jote në varet prej kënaqësisë dhe lumturisë të prindve të tu. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ka thonë, pra hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindërve. Momenti që prind e tu janë të hidhruar, hidhrimi i Allahut ka zbrit mbrejteje. Si mundesh më kanë i lumtur? Si mundesh ti më kanë i gëzum? Si mundet më kanë jeta jote e rahatshme? Mundesh ndoshta disa minuta ose disa ditë derisa hidhrimi i Allahut nuk ka ardhur ti me kanë i lumtur, po atë mend që do të më rrijë hidhrimi i Allahut azza wa jall, atëherë dije se jeta jote s'ka me qenë e lumtur. Për ata nuk do ta zgjasin këtë pikë, pra nëse don jeta jote me kanë e lumtur, mbaje këtë çelës me veti, kujdesu për prindët e tu, bane atë që ti duhesh me ba, nga se kjo është pjesë që Allahu azza wa jall, apo është shkak dhe ose sebeb që Allahu azza wa jall ta ban jetën të lumtur. Respektimi i prindërve vëllezër të nderuar ka shumë të mira, por nuk është tema jonë që të flasmi për ta, veç do ta përmendi një ndodhi, një tregim të një tabiini të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend, e ai është Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka fol sahabëve, Ebu Bekrit, Omerit radhiyallahu anhu. Ka thonë, kur të vijë ky njeri në haç, nëse e takoni, ka thonë, kërkojni prej këtij diçka se Allahu azza wa jall ja pranon duan. Kërkojni prej këtij diçka se Allahu azza wa jall ja pranon duan. Uwais al-Qarni janë interesu dhe kanë pyet dhe kanë thonë, pse Allahu azza wa jall duas këtij si ju ka kthi prap? Çka ka kërkuar Allahut azza wa jall? Allahu ja ka dhënë vepra e veçantë e këtij që ka qenë përpos namazeve, sikur këtë njerëzit të cilët i bëjnë, ka qenë se ai e ka respektu nanën e tij aq shumë, sa që nëse e ka pyet nanën e vet, a bën të shkoj në filan vend, nuk ka bën tjetër send, vetëm se te çaj vend ka shku dhe u kthi prap. Aq shumë që ka pas, aq shumë që e ka respektu nanën e vet, edhe nëse ka mund t'i bëjë një punë apo di punë tjera, nuk i ka bën o kthi shtëpi, ka marr leje, pastaj përsëri ka shku dhe ka kri. Atë shumë që ka respektu nanën e vet, një prej veprave të veçantë që Allahu azza wa jalla ka bëmë ju pranu duaja e tij, ka qenë respektimi që ai ka respektu nanën e tij, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk ka prej sahabëve nga se ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po se ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po pejgamberi e përmeni nga se ai e pat këtë vepër të veçantë, respektimi i tij ndaj prindërve. Dhe çelësi i tretë që nëse ne e kemi është
prej shkaqeve që lem jeta bëhet e lumtur është përmendja Allahut subhanahu wa ta'ala, dhikri apo përmendja Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë, shembulli i atij i cili e përmend Allahun azza wa jall është sikur shembulli i të gjallit dhe të vdekurit. Pra ai i cili e përmend Allahun azza wa jall, pra është i gjallë. Ai i cili e përmend Allahun azza wa jall, zemra e tij është e gjallë, zemra e tij është funksionale, zemra e tij është që sheh. O vëllezër të nderuar, nuk shohin vetëm syt. Dijani këtë se syt ka dënjëherë shohin atë që duket, mirë po zemra shef më shumë se sa syt. Pra nuk ka mundësi që një zemër e cila është në gaflet, një zemër e cila është në gjumë, ajo të shef hajrin dhe të shef mirësitë që Allahu azza wa jall ti ka dhënë apo ti jep. Pra çka me përmend Allahun subhanahu wa taala është prej shkaqeve që Allahu azza wa jall ta ngjall sejt e zemrës dhe ta ngjall zemrën tënde dhe bën që në zemrën tënde me pas lumturi dhe me pas rahati, nga se përmendja e Allahut azza wa jall largon dhe pastron çdo send që është negative, çdo send që është që e dëmton zemrën dhe që e dëmton lumturinë e njeriut. Pra xhelozia, hasedi, urrëtia, mendjematësia, krejt këto janë që lumturinë tënde e dëmtojnë dhe e prishin. Krejt janë këto që ndikojnë në lumturinë tënde. Momentin që ti e përmend Allahun azza wa jall, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Përmendje të shumta të Allahut azza wa jall që kanë ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastrojnë zemrën tënde, e forcojnë zemrën tënde, e ndriçojnë zemrën tënde dhe zbret Allahu azza wa jall lumturi dhe rahati në zemrën tënde. Pra përmendja e Allahut subhanahu wa taala është shkak që Allahu azza wa jall lumturon zemrën tënde. E dije se nëse zemra jote është e lumtur, atëherë gjithë shka tjetër që është pranë teje duket dhe e shijon lumturin. Se o vëllezër të nderuar, nuk është lumturia nga jashtë. Nuk të vjen lumturia nga jashtë. Nuk të vjen lumturia nëse ti ki një pallat, nuk të vjen lumturia nëse ti ki një makinë të shtrenjtë, nuk të vjen lumturia nëse ti ki një punë komode, po lumturia është në zemrën tënde. Lumturia është në zemrën tënde dhe këtë e zbret vetëm Rabbul Alemini. Nuk mundet me ta zbrit as kush tjetër, as një fuqi dhe as një pozitë dhe as një diçka tjetër, e ti këtë e fiton duke e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, çka na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kur Allahu azza wa jall e don një njeri Allahu azza wa jall, e thet Xhibrilin alayhi salam, pra krijesorin e këtë me lajkeve, dhe thot se unë e du filanin. E du filanin, pse ai e fal namazin, largohet prej gjunave, më përmend më shumë, bën dhikr shumë, përmend Allahun azza wa jall, i ka bën sebepit, i ka bën shkaqet që Allahu azza wa jall më dasht. Dhe e thret Xhibrilin dhe thot e du filanin dhe urdhnon Xhibrilin që me dash filanin. Pastaj Xhibrili alayhis salam i thirr këtë me lajket. Thot Allahu azza wa jall e don filanin, unë e du filanin, jeni të urdhëruar që ju ta doni filanin. Pastaj Allahu azza wa jall, si rezultat që Allahu don, Xhibrili don dhe me lajket dojnë, zbret në tokë që edhe njerëzit me dasht. Atë ka ndodhur njerë ndonjë njeri, nuk e njeh fare, ditë fjalin ngon pi ti, po e don ti. Se njeh, s'ka bën kur gjë mirë, s'ka ndihmu ku me diçka, e takon në rrugë, ti thot ditë fjalë, e merr vesh kush ke, e don. Pse dije se këtë njeri Allahu azza wa jall e don Xhibrili, e don me lajket dhe pa dyshim se edhe njerëzit do ta dojnë në tokë. Ne duhet të bëjmë vepra që çka të na dojnë njerëzit dhe kjo është shkak i lumturisë që Allahu ta bën jetën të lumtur. Lutem Allahun azza wa jall që Allahu t'i bën pjesë të jetës tonë këto çelësa, pra namazin, respektimin e prindërve, përmendjen e Allahut azza wa jall. Lutem Allahun azza wa jall gjithë muslimanët të ndihmon, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين. Po ashtu, prej çelësave të lumturisë është zgjedhja apo shoqërimi me njerëz të mirë. Shoqërimi apo zgjedhja apo ndenja
me njerëz të mirë. Po o vëllezër, nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu është në fenë e shokut të tij. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Pra, nëse e ki shok atë që e ka frikë Allahun azza wa jall, nëse e ki frikë atë që është në rrugën e Allahut azza wa jall, ti do të jesh në fenë e tij. Mirë po, nëse ti pretendon se unë jam 5 vakët namaz, unë jam i sinqert, unë e boj këtë dhe zgjedh shoqërinë jo të duhur, e zgjedh shoqërinë jo të rrugës Allahut azza wa jall, një ditë prej dire do të jesh prej tyre. Se kjo hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk thojmë se secili njeri që ka një shoqëni të keqe përfundon, se nuk është kjo rregull e përgjithshme. Mirë po rreziku është nga se ai shok i keq, ai ka me shku në keq edhe një ditë ka me thirr, s'ki me shku, ditën s'ki me shku, po tretën me ta ki me qëllu. Nëse ti e fal namazin dhe ai se fal namazin, do largohesh një ditë 3, po për stretin do të mbesesh me ta dhe nuk do shkosh ta falish namazin. Nëse do ta mohosh një herë, dy herë, gjunohin që ai e bën, për stretit 4 i ka me tu bën normal, se po e shef për çdo ditë. Për ata vllajdosh zgjedhë shokun tënd, zgjedhë shoqërinë tënde, me kanë rrin nga se ai është ndikues në jetën tënde. Ai është që ti të ngreh nga ajo, edhe pse ti pretendon, me kusht vetëm nëse ti atë e pështon dhe e thret. Ama shumica sot po thonë, vallai po rriun me ata shok, kaptan për mi prun xhami ose për mi largu nga e keqja, kur ta shohsh ai ka përfunduar me ta. Ka përfunduar me ta, Allahu na ruaj. Pra thot Allahu subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghada'i wal 'ashiyya." Pra thot Allahu subhanahu wa taala, dhe bën durim dhe qëndro me ata njerëz të cilët e lusën Allahun azza wa jall në mbrëmje dhe e lusën Allahun azza wa jall në ditje dhe në mbrëmje. E lusën Allahun azza wa jall, për çka kërkojnë falje te Allahu azza wa jall. E falin namazin në mbrëmje dhe falin namazet ditën dhe natën. Pra e lusën Allahun azza wa jall ditën e natën. E kanë frikë Allahun azza wa jall ditën dhe natën. Yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turiduna zinata al-hayat ad-dunya. Pra po ashtu ata janë njerëz të cilët më thonë e lusën Allahun azza wa jall, yuriduna zinata al-hayat ad-dunya, dhe nuk e dojnë më thonë që ata të jetë qëllimi i tyre kjo dunja, po janë ata të cilët pra e kanë për qëllim ahiretin. Pra zgjedhin njerëz të cilët zgjedhin njerëzit të cilët ta nxisin për në ahiret, zgjedhin njerëzit të cilët ta përkujtojnë ahiretin, zgjedhin njerëzit të cilët pra të mësojnë dhe të nxisin për te Allahu azza wa jall, siç ka thënë Hasan al-Basriu, ka thënë më shumë i du vëllezërit të cilët i kam fe se ata të cilët i kam prej nanës dhe babës. Me na ngu këto patriotat e sodit që me nëse presin diçka me gjetë kështu, apëton, na qesin me njerë në për media, në për media të ndryshme dhe bëjnë çka mas. Hasan al-Basriu ka thonë kështu, e ka pas për qëllim se këto mundohen, apëton, ti e donë ma shumë atë që së shqiptare, ti e donë ma shumë ketë, se këto ditë këto njerëz për i dëgjojmë. Tu mundu në përmjet kombit, tu mundu në përmjet disa gjanave mi deviju njerëzit, mi largu njerëzit, ose spaku me përçamje me ban, ose spaku qka me nxit urrjetin ndë një tjetrit. Allahu azza wa jall besimtar dhe musliman i konsideron vëllezër, edhe s'mune dikush tjetër me konsideru ndryshe, por pa dyshim se ne shqiptarët jemi vëllezër nga kombi dhe kjo është e tillë dhe Allah ka desh dhe s'mundet askush me ndryshu. Mirë po Hasan el-Basriu po na jep në këshill dhe është realitet edhe secili nuk mund ndryshe me kuptu dhe me thonë. Thot, ma shumë i du vëllezërit nga feja se vëllezërit nga nana dhe baba. Çfarë qëllimi ka pas? Si e ka thonë këtë? Nga se thot, kur takona me vëllezërit që i kam në fejë dhe ndin, pra kur takosh në xhami me to, kur takosh me një ders me to, kur takosh me një aktivitet me to, ato flasin për ahiretin. Ato flasin se duhet me punu për ahiret. Ato flasin se duhet me ruajnë nga gjunahet. Pra nxisin për në ahiret. Ndërsa kur takohem me vllaznit që i kam nga nana dhe baba, ta dojmë që këtë tokë, ta këshirmi që këtë punë, ta këshirmi që atë cen, ta bëjmë që këtë cen, pra të kujtojnë dunjan dhe e kanë gajlin e dertit, apëton dunjaz dhe shumë pak janë nga ata të cilët pra ta përkujtojnë ahiretin. Pra nuk është qëllimi se ata janë më të afër apo këta janë më larg, po është për qëllim se zgjedhja e shoqërisë është shpëtim, është prej çelësave të lumturisë, është shkak që ti jetën ta bën të lumtur ose jetën ta bën me telashe dhe me probleme. Pra lutim Allahun azza wa jall që ne
Allahu neve të na i ban këto çelësa tikimi në jetën e tonë të përditshme. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allah gjithë muslimanët kudo që janë në çdo ftyrë të tokës t'i ndihmon dhe t'i bashkon. Lusim Allahun Azza wa Jall ata të cilët mundohen me bë përçarje në mesin e muslimanëve, qoftë ata në mesin tonë, qoftë ata në vendet tona, kudo që janë, që mundohen muslimanët me ju bë përçarje apo me ju shpike dhe me ju bë iftira, lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu siç din më së miri ative që hakmerët dhe ai din si shakmerët ndaj zullumqarëve dhe iftiragjive. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allah zullumqarët siç din më së miri ti shkatron. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allah kudo që gjenden muslimanët ti ndihmon. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të vdekurit ton ti mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të sëmurit ton ti shëron. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të sprovuarit ton ti forcon. Lusim Allahun Azza wa Jall kudo që janë musliman të nevojshëm Allahu t'ju ndihmon. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu mos na nxjerr nga ky vend vetëm se me mëkatet e falura dhe kështu së bashku në Xhenetul Firdaus na takon. Wa aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salah.